ndihesh I zemëruar. Gjëja e parë që duhet të bësh është të qetësohesh. Të qetësohesh. Qetësohesh. Kur ti bën diçka dhe shoku yt të kopjon, ndonjëherë do të thotë se ata e kanë pëlqyer shumë. Dhe kjo e bën ato edhe më të veçantë. Vendos dorën time te veshi që më ndihmon të dëgjoj. Ting, përdor syt që të shikoj se kush po më flet. Dëgjoj. Ting, së bashku, kur nuk ndihesh I veçantë, ka diçka që mund ta bësh. Vetëm kujto se çfarë është ajo gjë super e veçantë tek ti. Le ta këndojmë së bashku. Kur shkakton një problem, ja se çfarë duhet të bësh. Në fillim duhet të kërkosh falje, më pas duhet të ndihmosh ta rregullosh. Mos harro, kur diçka është shumë e frikshme, mos e provo me njëherë. Provoje pak, e nga pak. Mos u dorëzo. Do ta kuptosh, do të përmirësohesh nëse përpiqesh. Se gjithë mund të luajnë kur e bëjnë me radhë. Dhe ndajmë. Kur pritja është vërtet shumë vështirë për ty, thjesht bëj diçka që të pëlqen të bësh. Çfarëdo që bën, mendon për nevojat e miqve të tu. Çdo punë në skuadër është super e rëndësishme. Kur gjërat shkojnë keq dhe ti ndihesh I trishtuar, gjej një mënyrë për t'i rregulluar gjërat. Më mirë. Kur ndihesh shumë I zemëruar, gjëja e parë që duhet të bësh është të qetësohesh. Kur provon diçka të re, diçka shumë të vështirë, thjesht merre shtruar. Mos mendo çfarë nuk mund të bësh, por mendo se çfarë vërtet mund të bësh. Kur ti shkakton një problem, ja çfarë duhet të bësh? Në fillim kërkon falje dhe pastaj ndihmon për ta zgjidhur. Le të luajmë nga pak, nga lojrat që I pëlqejnë secilës. Kur ti fiton, mos u mburr për atë që bëre. Në vend të kësaj thuaj diçka të këndshme. Kur ke frikë nga diçka e re, ja çfarë duhet të bësh? Thjesht provoje, sepse mund të pëlqej. Dëgjoj të gjithë shokët e tu, sepse edhe personi më I urtë mund të ketë diçka më shumë rëndësi për të thënë. Edhe po të mos ishte faji yt, bëhu mik I mirë dhe ndihmo. Kur dikush ty të kërkon falje, I thuaj vetëm nuk ka gjë që mos të ndjehet keq. Kur gjërat shkojnë keq dhe ti ndihesh I trishtuar, gjej një mënyrë për t'i bërë gjërat më mirë. Kur ti je I
trishtuar, bëj diçka që të bën të lumtur. Le të gjejmë një mënyrë që të gjithë të luajnë me ne. Mos hiq dorë, do ta kuptosh se do të përmirësohesh nëse provon. Nëse miq duan të luajnë në një mënyrë më të butë, atëherë mos luaj fort. Që të gjithë ndihen të lumtur kur mund të zgjedhin vetë. Kur ke frikë nga diçka që është ndryshe, thjesht provoje. Dhe mund të të pëlqejë. Që të gjithë ndihen të lumtur kur e bëjnë me radh. Ne të gjejmë një mënyrë që të luajnë të gjithë. Nuk ka gjë të kesh mall për dikë që ka ikur për pak kohë. Por mos harro, ai do kthehet tek ti. Edhe nëse dikush është më i vogël se ti, të lutem jepi diçka për të bërë. Që të gjithë duan të ndihmojnë. Edhe kur je i zemëruar, është gjë e keqe të godasësh, mundohu të përdorësh fjalët. Kur ti bën një premtim, ti duhet ta mbash atë. Në çdo gjë që bën, të lutem kujdesu për vendin ku jetojnë të gjithë. Por shkak të